Larg vëmendjes së opinionit, por jo edhe të autoriteteve në Prishtinë dhe në qytete të tjera të vendit, ishte zhvilluar një strukturë e cila duke përdorur kriptovalutat, kishte synuar të grumbullonte fonde për të financuar vepra terroriste. Pak ditë më parë, në një operacion të prokurorisë speciale dhe të policisë së Kosovës u arrestuan 3 persona. Prokuroria speciale në kërkesën e saj për paraburgim shpjegon se 2 antarë të këtij grupe kishin arritur që duke përdorur rrjetin social Telegram të grumbullonin fonde në Gjermani për të financuar veprimtari terroriste. Sipas kësaj kërkese, 2 shtetasit e Kosovës, Spartak Dërmaku e Blerem Krasniqi, kishin përdorur kriptovalutat për të financuar 2 platforma në Gjermani, të cilat shërbenin për të grumbulluar fonde. Skema sipas prokurorisë kishte krijuar llogaritë të cilat kërkonin mbledhjen e donacioneve online për qëllime humanitare, ndërsa prokuroria pretendon se këto mjete të grumbulluara kryesisht në vendet e Europës si donacione ishin të dedikuara për të transferuar nëpërmjet kriptovalutave në financim të operacioneve të organizatës terroriste ISIS. Prokuroria shpjegon se 2 të arrestuarit të bazuar në Kosovë kishin dërguar në shtator të vitit 2024 mbi $62.000 në një adresë e cila ishte në listën e të bllokuarve nga TRM. Ky i fundit është institucion ndërkombëtar që parandalon shpërlarjen e parave. Një tjetër transakcion ishte identifikuar edhe në qershor të vitit 2023 në vlerë të mbi $10.000, e transferuar po ashtu në një llogari që është identifikuar nga TMR për shpërlarje të parave. Përveç transaksioneve të para, 12 të tjera u identifikuan gjatë hetimit nga organet e sigurisë, e vlera e tyre ishte hiç më pak se $152.720. Rrjeti social Telegram është njëri prej rrjeteve më të përdorura për veprimtari terroriste ku, lehtësisht, mund të zhvillohen nisma për të promovuar terrorizmin. 2 të arrestuarit ende nuk është saktësuar se sa mjete kishin arritur t'i grumbullonin me këtë nismë, më mirë po vlera mjeteve që ky grup posedonte sipas prokurorisë shkonte në disa qindra mijëra euro. Por kush janë anëtarët e grupit dhe çka përshkruan prokuroria speciale për ta? Sipas kërkesës për paraburgim, në mesin e grupit është edhe Ariana Liaj. Ai dyshohet se ishte pjesë e grupit që operonin me kriptovaluta. Ariana Liaj ishte arrestuar në vitin 2016 dhe ishte dënuar me 2 vjet e 6 muaj burgim për shkak se kishte qenë pjesë e luftës në Siri. Ai ishte kapur nga forca turke derisa po kthehej nga Siria për të hyrë në Turqi e më pas për t'u kthyer në Kosovë. Bashkë me të, në atë kohë ishin kapur edhe persona të tjerë kosovarë e shtetas të Maqedonisë së Veriut. Aliaj sipas prokurorisë deri në këto momente nuk dyshohet për financim të terrorizmit, mirë po ai është i dyshuar për një skem të përdorimit të kriptovalutave dhe një rast të detyrimit të një personi. 2 të dyshuarit e tjerë, Spartak Dërmaku e Blerem Krasniqi, përshkruan në dokumentet e prokurorisë si miq dhe partner të Aliajt në biznesin me kriptovaluta, për çka dhe përmendet fitimi që kishin arritur të krijonin me të dyshuarit duke te kaluar qindra mijëra euro. Por çka përshkruhet në këtë biznes në hetimin prej më shumë se 2 vitësh të prokurorisë dhe policisë ku u përfshin edhe mekanizmat ndërkombëtar. Spartak Dërmaku, Blerem Krasniqi e Ariana Liaj u arrestuan nga policia e Kosovës, ndërsa aktualisht të 3 janë në paraburgim pasi prokuroria speciale kërkoi një masë të tillë duke pas parasysh rëndësinë e veprave penale që dyshohet se kryen 3 të dyshuarit. Se kur grupi kishte nisë me këto aktivitete në dosje nuk shpjegohet, por aksioni policor u zhvillu në fillim të këtij muaji. E gjitha pretendohet se kishte nisë kur një person ishte paraqit në polici me ankesa se u mashtru për blerje të kriptovalutave. Prokuroria përshkruan se në shtator të vitit 2023, i dëmtuari kishte ardhur në Kosovë dhe 3 të arrestuarit tashmë, Spartak Dërmaku, Ariana Liaj dhe Blerem Krasniqi, i kishin shkuar në shtëpi bashkë me një person të katërt. Pas takimit të parë, disa ditë më vonë, njëri nga të arrestuarit me disa persona të tjerë shpjegohet se kishin tentuar të marrin me dhunë të dëmtuarin, e kishin rrahur dhe nga i njëjti kishin kërkuar €1 milion për ndryshe, do ta vresnin
por jo me armë. Do ja heqnin kokën. Denoncimi i kësaj viktime kishte nisur me shpërfaq para hetuesve dhe kutinë e Pandorës. Prokuroria përshkruan se viktima ishte sjellë në Prishtinë dhe aty në njërin prej lagjeve të frekuentuara ishte rrohur fizikisht.